Ta mendosh këtë edhe nga pikpamja humane, po ta mendosh edhe politikisht në dyja rastet. Po nga ana morale? Situatë e vështirë është. Ju si e mendoni ju, thash? Situatë e vështirë. Unë e mendoj shumë të vështirë dhe në asnjë rast, të jemi sinqert, në asnjë rast nuk më shkon mendja që këtë situatë morale ta përkthej në një mënyrë që ja, ky e tjerë, se me demek unë jam ky dhe ai. Jo, s'jeni pse t'jeni ekstreme, po them, sepse unë e shikoj që gjithkohë jeni kujdesshëm dhe i rrumbullakosni përgjigjet. Po vetë personalisht, si e mendoni nga ana morale për këtë që ka ndodhur? Ose për qasjen tuaj ndaj Spakut, për procedimin ndaj Veliajt, çfarë gjykimi keni? Spakun unë asnjëherë nuk e kontestoj. Edhe të jemi sinqert, edhe nëse në një ditë do të rogas në derën time, nuk do të më dëgjoni të them asnjë fjalë. Fakt kjo, në rastin tuaj tingëllon më shumë si titulli një film famshëm italian, se sa një realitet. Por... Sepse e di që nuk do i ndodhi. Por, ajo që doja të pyesja unë, zoti Majko, është fakti që Tirana është kësaj radhe më shumë se kur. Më shumë se kur, edhe për faktin e asaj që i ndodhi zoti Veliaj, dhe për faktin që është shtuar një mandat, dhe për faktin që numrat janë tek, jo numër çift, dhe i bie edhe për faktin tjetër që ju ndoshta me Partinë Demokratike, siç e thatë ju vetë, betejën e numrave keni të fituar, por në Tiranë, në rast se Partia Socialiste nuk fiton mandatin e 19, quhet fitore apo humbje? Nuk di ta them me kaq hollësi. Unë po ju ndihmoj me shifra. Jo, e ke shumë të drejtë. 19 mandate janë shumica e mandateve. Pjesa tjetër janë 18. Si pyetje? Pra Partia Demokratike... Në rregull. E kuptova. Me gjithë dëshirën e madhe që mund kemi, shifrat do t'i ketë më të pak se 18 juaj. Si pyetje... Dhe po e marrim të mirëqen 18. Si pyetje është shumë e drejtë. Ju e dini shumë mirë çfarë analiza e fortë është bërë në partinë tuaj, edhe për Tiranën, kur mes ju ka mandati 18, nëse ju kujtohet në zgjedhjet e kaluara, dhe u quajt jo fitore, pasi doli 18 me 18 të gjithë krahu tjetër. Dhe u quajt jo fitore. Por mos u cilësua gati humbje. U quajt në bazë të barazhit të parashikimeve tona. Që prisin në 19. Ashtu, ne mendonim 19. Pra, unë isha të kufiri 19. Por ne duhet bëjmë llogari që ne e konsideruam që një pjesë e votave tona kishin rrjedhur në drejtim të PSD-s. Dhe PSD-ja në Tiranë mori një mandat. Po pra, PSD-n do e keni prap. Po. Tu nuk bëhet fjalë, PSD-ja është një realitet që do jetë aty, do jetë në Shkodër, do jetë në Dibër, me gjas mund të jetë në Kukës, pra nuk është një realitet që po zvoglohet, është një realitet që po rritet. Dhe me të vërtetë rritet edhe për shkak të asaj që thatë ju, për shkak të pakënaqësive të njerëzve, ëh? Mendoj unë. Kjo është një çështje. Po edhe për shkak të pakënaqësive që shkojnë te dikush tjetër, nuk shkojnë te ai përballë, por shkojnë te një... Është një çështje e hapur për diskutim. Te një aleati juaj i heshtur. Por, ne duhet pohojmë këtë histori që po vjen, jo thjesht në formë matematikore. Pyetja juaj është shumë e drejtë. Ai do quhet fitore 19, do të quhet humbje 18. Për momentin, sinqerisht, nuk jam duke menduar pikërisht këtë, por që ne kemi më të vështirë se sa në 2021, kjo është e sigurt. Më vështirë se 2021. Po. Mendoj që kanë më të lehtë. Në krye Tiranës kanë vetë Ramën, që është mjeshtër i magjepsjes së turmës, të jemi realist. Edhe atë që tha që parë zoti Majko që nuk është zoti Veliaj dhe ka vakum, nuk mendoj që ka vakum. Biles Rama kanë përshtypjen se ka sfidë personale që Tiranën ta çojë mbi 19, ta çojë ke 20 numrin, pikërisht për t'i dhënë edhe një mesazh Veliaj dhe ata që mbështesin Veliajin, por të dhënë një mesazh që s'ka asnjë të pazvendësueshëm dhe jam unë ai i cili tërheq gjithë trenin e PS-s, jam unë ai që tërheq trenin e Tiranës dhe është dhe një shkëputje politike nga fenomeni Veliaj për t'i treguar që ti ke marrëdhëniet e tua me drejtsinë dhe i ke fshirë buzët me Partinë Socialiste. Atëherë, mendimi im është ky që Rama e ka si sfidë edhe personale që të kaloj numrin e deputetëve nga 18 në 20, dhe ajo 17 që mbetet, unë jam e bindur që do ndahet patjetër që do ketë një organizata politike. Ja që Partia Socialiste nuk është një trup kaq amorale
sa e diskuton Kjo është Rama këtë ka sfit personale, në rase në mënyrë kaq të thatë. Më vjen shumë keq. Kaq të thatë, kaq të ftohtë. Përgjithësi dhe sikur po diskutojmë për kuklla. Analiza ime është jo vetëm këtë vit, po gjithmonë ka qenë më objektive. Po ju keni subjektive. Po jo s'është fare subjektive, po pikërisht se jam brenda, unë jam më i vërtet se sa ju në shpjegimin. Shikoni gjërat me emocion. Po sigurisht që do t'i shohim emocion. Kurse unë që nuk kam asnjë interes politik ose interes vota njerëzve është thjesht kristal, kështu nuk ka emocionat të brenda? Unë mendoj që zoti Rama, tashmë që është në krye të qarkut Tiranës, e ka sfidë personale, tregoj që kryesore është Partia Socialiste dhe jo një individ i cili atë që ta thjeshtojmë, që ta thjeshtojmë, ju përshira toni që mënyra se si Rama po e trajton Tiranën, mënyra se si ai një pjesë jo të vogël të stafit drejtues të Bashkisë Tiranës e kanë nxjerrë në lista, e kanë nxjerrë në lista, e kanë nxjerrë në lista, ke shumë drejtues, ju thoni në farë mënyrë është një temi betejë që Rama i hap në heshtje projektit Veliaj. Jo betejë, i tregon që Tiranën e ka Partia Socialiste dhe jo një individ i caktuar. Nuk e ka rënë Veliaj, po. Jo. Pandi? Sepse mendoj që një nga... Rama, o tregues Rama, për mëndimin tim, gafat politike që ka bërë në bazë ndalimi zot Veliaj, duke sulmuar egërsisht Spakun, besoj se në rase nuk do bënde egërsisht jo, po e kritikoj fort. Se me Tusine, Zotin Dado, prokurorin gjithashtu, e anatemojë për mendimin të një skandal vete, po them, me këtesi që ka bërë Zoti Rama, ndaj Spakun, 180 gradë, dhe me menagjimin, se unë shikoj që në çdo takim kur zonja Ogerta, Manasardiu, ku janë gjithë, Zoti Rama her pas here bën dhe vizita surprizë, është pranë tyre, kam përshtypjen se ka kthyer në sfidë personale për t'i dhënë Tiranën, për t'treguar që Tirana është EPS-s dhe jo një klan ose një individi të caktuar. Dhe pavarësisht, për më tepër që kryetari i Bashkisë së Tiranës është ndaluar, i takon të punoj shumë më shumë, që është qarku me më shumë mandate në Shqipëri, i takon të punoj shumë më shumë për t'a rekuperuar boshllëkun. Mendoj që tentativa për t'i dhënë pamjen e historisë që po zhvillohet brenda PS-s në këtë fushat, mungesë të Velis, si një histori me maska, ku se cili bën një teatr caktuar në funksion të interesi pragmatist, po më vjen keq tani. Po nuk e thash. Më vjen keq. Nëse unë sot do të flisja me këtë gjuhë, sinqerisht do ta përbuzja vetëm. Pse? Za ju e thatë me të drejtë. Ju e shikoni situatën nga brenda. Pikërisht e shoh situatën nga brenda. 10 herë nuk e kam të drejtën ta mendoj në herë të 10 që kjo situatë nuk mund të orientohet pikërisht kështu. Sepse ka një intrigë e cila e sjell, po të lutem, nuk e thash për ju këtë. Ka një intrigë të përgjithshme për të na paraqitur ne si një histori ku iku një kukull, vjen një kukull, ikën dikush, vjen dikush, vjen ky mjeshtri Edi Rama që na hedh me magjin edhe na mbyt me perceptim. Të vazhdojmë? Po të vazhdojmë. Pak ditësh keni thënë diçka. Të vazhdoj, lutem. Të vazhdoj, ma pastaj më citoni. Do me thënë, nuk është e vërtet, se cili si pas mënyrës ti, me ulljet, ngritjet, me problemet, po dhe të gjithë ma mund kemi pasur debat, kur shikon tjetër një shkon në burg, qa tani, qa mendojmë ne që sa mirë jo për këti dhe tani, o pura të meremi me mekanizmin se si do ta zëvëndsojmë, së është të vërtet. është totalisht e gabuar për të paraqitur organizimin e PS-s si një histori, nuk është historia e PS-s, një pysëm histori fusheje ku një dhe një bëjnë dy. Zoti Majko, që po citoj, keni thënë që tekstualisht, sepse i fiksoj pak gjërat, keni thënë që dhe Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nuk kanë më ideologji që kanë pasur në fillimit e tyre. E keni thënë tekstualisht kështu. Kjo nuk ka ndodhur vetëm me PS-n e PD, ka ndodhur në të gjithë perëndimin dhe linjën. Po, unë them çka keni thënë. Sot dallimet midis të majtës dhe të djathtës në perëndim nuk kanë më atë përshkallëzim që ka ekzistuar dikur. Fal polarizimit midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik, ku njëra palë përkrahte pjesën e djathtë dhe tjetra pjesën komuniste të smajtës, u krijua një formulë. Sot e keq Moska influencon qarqet
Moska investon në ekstremin e djathtë dhe kanë ndryshuar komplet skakera. Dhe për këtë arsye ka një lëvizje të së majtës drejt metodës liberale të ndërtimit të qeverisjes. Dhe kjo s'ka ndodhur në Shqipëri, kjo ka ndodhur me Tony Blairin në fillim dhe pastaj ka ardhur me të tjerët. Por megjithatë, kjo nuk në nxjerr në një pozitë të vështirë, se tek e fundit, kjo është një përshtatje. Prandaj keni hapur dhe listën dhe keni futur edhe ish-deputetës të së djathës në listën e Tiranës. Mirë më tani, në qoftë se ne kemi futur deputetës djathës, ka ndodhur edhe që tek drejtuesit, ose më saktë, përfaqësuesit e PD-s. Ja, Elvis Roshin e kem fushat kundër pandës. Dhe ne duhet ta shikojmë këtë si një nuk është një çudi e pa. Nuk ka ndodhur, nuk ka. Kryetari i Bashkisë së Kabazës ishte me zonjën Spiropon. Po, ka respektuar kryetarin e kuvendit dhe ka respektuar kryetarin e kuvendit shumë mirë ka bërë. Kryetarin e kuvendit dhe presidentin e Republikës, se ka pas presidentin e Republikës. Tani vetëm një gjë, lutem, se ti e ka për një pikë shumë interesante, Pandi. Sepse është edhe pjesë editoriale, do ta diskutonim në këto minuta të mbetura, pasi është ai debati gjithmonë midis temi të majtës klasike tradicionale që Partia Socialiste e përfaqëson, e përmbledh, patjetër vazhdon ta përmbledhë, sigurisht. Dhe nuk është një turp ta thosh që është një traditë gati 80 vjeçare. Se në herë kanë turp ta thonë, po s'është një historia nuk mohohet dot. Dhe temi fytyrës së re temi libertariane që ka sjell zoti Rama. Por elektorati poshtë i Partisë Socialiste cili është, se në herë na duket për shembull Berisha ka qef ta portretizojë si ato me kasketa, si veteranët e luftës. Tash s'ka më veteranë e luftës, se i bishë veteranët e luftës nga 120 vjeç. Jo, janë pasardhësit. Po janë pasardhësit tyre. Por ideja është çfarë thon ata kur shikojnë që një kandidat i djathtë i PD-s futet tek lista e Tiranës, që një profesoresh, e nderuar si profesoresh, por ekstremisht agresive ndaj Partisë Socialiste, futet në listën e sigurt në Vlorë. Si e shikon votuesi juaj, po flas për votuesin, faktin që kandidat LSI-s apo të Partisë Lirisë tashmë janë në radhët tuaja, pra kjo fryma që kërkon të fuzë zoti Rama e hapjes, siç pëlqen ta quajë zoti Mixhozi, shpesh në analizat, pra e hapjes, le të vinë të gjithë. Si po përcillet poshtë? Aty u them një gjë. Duket sikur këto janë gjëra që ne po i bëjmë si gjysmë eksperiment për herë të parë. Po ka dhe gjëra të cilat për shembull një pjesë e publikut nuk i ka ditur. Ka pasur lëvizje pragmatiste nga ana e Partisë Socialiste, sidomos pas viteve 90, që mund të lënë cilindo për shembull 97-ën, unë bashkë me profesor Recep Midani dhe unë, se isha mi vogël në atë moment, kemi vajtur dhe kemi trokitur tek pas një lloj publiciteti, kemi vajtur në godinën e Partisë Ballit Kombëtar. Kemi hyrë brenda, kemi takuar Abaz Ermenjin. Po mirash. Lutem. Abaz Ermenji është figurë historike. Ata themi një gjë? Nuk ka një figurë, po ta them, unë kam patur fatin ta takoj dhe ta intervistoj. Po mirë që tani më vjen keq. Për shtypjen e parë, për shtypja ime e parë. Abaz Ermenji është krau social-demokrat i Ballit Kombëtar, është krau më i majt i Ballit Kombëtar. Ta vazhdoj. Sa ashtu ka lindur si parti. Ta vazhdoj. Ka pasur shumë lëvizje pragmatiste nga Palajon. Dhe më beso, unë lançin nuk e vë mbi asgjë tjetër. Mendoj, sipas logjikës ime, që nëse Partia Socialiste ekziston sot, ekziston fal asaj fryme. Vazhdojmë. Sot çfarë po tentojmë ne me strategjinë elektorale? Ne po i themi çdo të majti, çdo të djati, që sot vota për Partinë Socialiste është më shumë se vota për PS. Vota për Partinë Socialiste është më shumë se sa një ndarje gardi i majt apo i djathtë, ideologji e majt apo e djathtë. Sot vota për Partinë Socialiste është një moment i veçantë, historik, i trokitjes së Shqipërisë në dyert e Bashkimit Evropian. Absolutisht jam dakord. Dhe për këtë arsye, me këtë jam absolutisht dakord. Për këtë arsye, që vota për ju mund të jetë rruga më e shpejtë për integrimin në BE. Por zoti Majko, ndjesi unë ndërpres, le ta themi, se kemi diskutuar dhe dje me kolegët e mi mbrëm në Real Story. Ky momenti historik nuk është kryesisht merita e Shqipërisë. Patjetër që ka dorën e vet edhe Shqipëria, dhe sigurisht meritën kryesore ka qeverisja juaj për një themi portret më modern të Shqipërisë sot, paktën pamje, të në formë, të përmbajtje, pastaj ha shumë diskutim. Afrimi sot është më saktë na është afruar BE-ja ne, jo se ne i kemi larg BE-s. Pra BE-ja ka ardhur faleminderit zotit Putin. Dhe konfliktit idiot që japi në mes të Europës. Një sekond. Po ju tash
Që mos harro që në 2019 ti Hollanda të kërkonte të rikthente vizat. Po. Gjermania rrite në gjes me ty në darkë me Lulbashën. Mirë. Da teme, sot ku e kemi Lulin, sot e kemi Lulin, edhe ta ABC-ja mbrëm më fut nga dera banjos. Një koment. Ideja është që sot situata është tjetër për shkak të situatës ndryshme të bashkimit dhe shqyqyr që është kështu, por unë kam një pyetje të madhe. Në rast se nuk do të ishte kjo situatë kaq pozitive për Shqipërinë dhe për integrimin e saj, dhe të Ballkanit perëndimor, po në veçanti për Shqipërinë. Çfarë do t'i thoni ju elektorat, çfarë do t'i kërkoni, pse do t'i votonte ju elektorati për një mandat 4? Se këtu është momenti reflektimi. Me nëqoftëse, atëherë këtu jemi me një nëqoftëse. Po se nuk është dorën tuaj, pra është dorën e BE. Sot është Marta Kosë, e cila thot hynë në 2028. Mund vi dikush tjetër thot nuk ka Ballkan, ose mund mos ketë BE fare. Jo, ajo BE do ketë BE më të fortë me rrethanat historike. Pyetja ime ishte në rast se sot nuk do ishin rrethanat historike, gjeopolitike që e favorizojnë dhe e kanë një realitet, është realiteti i prekshëm integrimit 2030. Çfarë do t'i thonit sot? Pa diskutim do të ishte një fushat tjetër. Fushat humse. Jo fushat humse, do të ishte një fushat tjetër. Çfarë filozofi? Me në qoftë se ne mund të shkojmë edhe në drejtim paditur, por po ju them do të ishte një fushat tjetër, po pikërisht cila do ishte karta? Ore, po tani ky është moment historik. Patjetër, jam dakord me ju. Iku kjo mbaroj, jam dakord me ju 100%. Po tani si të shmangim ne? Të shmangim të momentin se hajde diskutojmë për të. Dhe vërtet çdo djatë fund fare thotë, si është problemi, është ky proces historik, ta marrim atë pasaportën, ta fusim në xhep edhe pastaj. Jo, s'është pasaportë vetë. Problemi pasaporta është. Se i ka të gjitha pasaporta, ka drejtën e punës, ka drejtën e pensioneve, mos themi gjë tjetër që kemi drejt akses në sistemin e drejtësisë së Bashkimit Evropian. Nuk ka më gili-vili nga gjykata e Tiranës, nuk ka më gili-vili nga gjykata e Tiranës, se do detyron gjykata e Strasburgut dhe financimin, vazhdoje me procedurat... Me bujësin, me infrastrukturë, që do të thotë, pas 11 majt, problemi është nëse nuk do të ishte ky moment historik, çfarë do të thonin ju shqiptarëve? Shqipëria do futet në një këmish force, në kuptimin më të mirë të fjalës. Jam dakord. Po në rast se nuk do të ishte kjo situatë, do të ishte 2019. Çfarë do të thoje ti sot? Për çfarë do votonin ti njerëzit sot për mandat 4? Se sot, po, keni një argument shumë fort. Bashkimi Evropian, totalisht dakord me ju. Logjika thot, kjo është partia, se pastaj di që është ajo që thatë ju që me 18 maj ti presin Sali Berisha këtë lidet evropian. Jam dakord me ju. Në rregull. Nëse nuk do të ishte ky 18 maj, nëse nuk do të ishte ky samiti, kjo klima, kjo situata gjeopolitike, temi komplet e favorshme në favorin tonë, si rrallë herë. Çfarë do të thoje? Ne do të bënim atë që kemi bërë gjithmonë, do të rishpiknim veten. E beson ti këtë Brisita? Po, e besoj. E beson se e thot Zoti Majko? Se e bën Zoti Rama. E bën edhe Zoti Rama. Sepse drejton një strukturë e cila pas traumës të viteve 90 kuptoi vlerën e ndryshimit. Dhe ka mbi vete një fakt shumë të rëndësishëm historik. Kuptoi koston e mos ndryshimit. Dhe sot po të vëshre, duket sikur librin Rreziku Anglo-Amerikan për Shqipërinë nuk është shkruar nga në kohën e partisë sonë të vjetër, po është shkruar në kohën e Partisë Demokratike. Kjo është ironia më e madhe që mund të diskutojnë këto palëzime. Dhe ky është fati më i madh për ju. Zoti Majko? Jo vetëm, por edhe. Zoti Majko, faleminderit që kënaqësi të kisha si më program dhe suksese besoj do ju shohim sërish gjatë pushatës. Suksese në pushatë për numrin 5, po natyrisht edhe për emrin tuaj. Atje pasi që tha Brisita, pavarësisht temi kritikave që zonja Gjikondi bën gjithmonë sepse godet mirë, i shkon të godasin nga veshka e majt sepse ande ka dhe origjinën. Normal. Po besoj që, si është tha dhe vetë Brisita, politikan klasik si ju, apo Braça, apo dikush tjetër, edhe nga krau tjetër, pa tjetër, i duen akoma parlamentin shqiptar. Faleminderit edhe një herë, faleminderit Brisita që kënaqësi. Regjistori kthehet nesër në orën 8. Deri atëherë nga Sot Balla, natë mirë. Bashkëtesë e natyrshme midis në një parti ose në një organizat midis asaj që ishte dhe asaj që po vinte. Dhe për fat keq, për herë të parë, pas shumë vitesh unë duhet pranoja që bëja pjesë tek ajo që ishte. Që në 92-shin deputet. Po. Dhe mendoj që më shumë ka pasur fat se sa mund, por tani po i duhet që atë fat që ka pasur ta shlye me mundin e tij. Vargjet që më pëlqejnë akoma, të Kadares, është tek marshi i ushtarëve, është nga lufta vim, në luftë të shkojmë, dhe tjetër fat, ne nuk kërkojmë. Për të mbritur moralin e ushtrisë ose moralin e gjithë njerëzve që hynë të betej me idenë që shiko se edhe mund ta humbasim, sepse kjo e dëmton të hysh në psikologjinë e humbsit,
Por më tepër faktorizon një si Berisha. Nëse në kutinë e votimit ne na krijohet një udhkryq, është nga mos pjesëmarrja e kësaj shtrese njerëzish. Dhe në qoftë se ne nuk do të rigjejmë komunikimin me këtë shtresë njerëzish, ne do jemi në problem. Dhe nuk është kjo për të vlerësuar Berishën. Eksperimentimi i Gris në shoqërinë shqiptare mund ta çojë deri në këtë limit. Dhe kjo është arsyeja pse e konsideroj udhkryq 11 majin, pse jemi